Faleminderit. Jo, kjo është botimi im i parë dhe patjetër që hyj tek autorët e reja. Ky libër është dashur 10 vite që të vi. Vitin e kaluar nga historia e të madhes Paraskevi Simaku. Ka marrë një spunto shumë të ndjerë, pasi në jetën e saj pash jetën time dhe vendosa që të bëja botimin e këtij libri. Ky libër vjen në 3 vëllime. Vëllimi i parë është ky që kemi në dorë, 3 jetët e saj, dhe ka shtrirjen e jetës së Paraskevis të ndërthurur me jetën time, pasi në shumë pika unë kam gjetur veten në historinë e saj. Kemi të bëjmë me një rrëfim direkte, pra flasim direkte për një ndërthurje të dy historive me emrat konkret, apo vjen me emrat të tjerë? Jo, është një histori e shkrirë midis, siç ja përmendaj, historisë time personale dhe historisë Paraskevis Simakut. Unë të madhen Paraskevi nuk e njoh, por personalisht, por nëpërmjet intervistave të ndryshme në ndër vite që ka dhënë dhe patjetër të suksesit saj, e kam ndier shumë njeri të shpirtit. Dhe ky libër vjen personazhi kryesor e ka emrin Dua, kurse mbiemri Simagu, një shkrirje të mbiemrit tim Guci dhe të madhes Paraskevi Simaku. Qyteti i lindjes ku zhvillohen ngjarjet quhet Kavatep, është midis Kavajës dhe Tepelenës, përsëri një lloj shkrirje. Dhe në këtë roman do t'i gjendet udhëtimi i Duas, i cili fillon që nga lindja deri në momentin që gjendet në sheshin e madh të Times Square. Kemi një thirrje për lexuesit dhe ndoshta edhe një përshëndetje për Parashkevin në këtë rast, sepse mund të ketë edhe mundësi që ta shohin ndoshta. Absolutisht, unë jam vënë në kontakte për t'i çuar kopjen e parë. Siç e dini, nga shtëpia botuese Univers është bërë botimi i librit dhe është vendosur që 2 kopjet e para do të fluturojnë drejt New Yorkut. Libri do të jetë edhe në panairin që do të bëhet për festat e nëntorit në New York. Kështu që në fund të librit, kushdo nga lexuesit ka skanimin për GoFundMe, përveç faktit që unë si autore në bashkëpunim me shtëpinë botuese do të bëjmë dhurimet tona për lidhur me Paraskevi Simakun, por ftoj dhe çdo lexues tjetër që të kontribojë. Ne kemi detyrim që t'i ruajmë vlerat tona, vlerat e këtij kombi, të cilat na kanë bërë jetën më të bukur me artin e vet. Faleminderit edhe shumë sukses. Ju faleminderit juve, suksese.